Përshëndetje, doktor Artan Hipraj, okulist kirurg klinika Provizion. Sot do të flasim lidhje me glaukomën. Glaukoma është një sëmundje që dëmton nervin optik dhe është një nga shkaqet më të shpeshta të humbjes së paraqitshme të shikimit. Zakonisht glaukoma shoqërohet me rritje të tensionit të syrit, por mund të ndodhë edhe te personat që kanë tension syrit normal. Rreziku për të prekur nga glaukoma rritet ndjeshëm me kalimin e moshës. Personat që preken më shpesh nga glaukoma janë ata që kanë njerëz të familjes të prekur nga glaukoma, ata që kanë tension të lartë të syrit, diabetikët, personat që kanë tension të lartë të gjakut ose miopët e lartë. Në fazat e hershme glaukoma nuk ka shenja, por në format më të avancuara pacientët mund të vërej një ulje të shikimit ansor dhe vështirësi për të parë anët. Në raste më të rralla mund të vërej një ulje të shikimit edhe dhimbje në format akute. Për të përjashtuar glaukomën, kontrolli rutin i gjithë personave mbi 40 vjeç duhet të përfshijë një matje të tensionit të syrit dhe një kontroll të detajuar të nervit optik. Kurse për ata që dyshohet për glaukom duhet bërë një OCT, që është një skaner i syrit dhe një fush vizit. Glaukoma është një sëmundje kronike e cila mund të trajtohet me sukses dhe të mbahet nën kontroll, por nuk mund të shërohet. Trajtimi i glaukomës kryhet sipas stadit, me ilaçe me pika, me lazer dhe në stadiet më të avancuar me ndërhyrje kirurgjikale. Zbulimi i hershëm i glaukomës shpëton shikimin. Në klinikën Provizion, ju do të gjeni përvojën e duhur dhe teknologjinë më moderne për zbulimin në kohë dhe trajtimin me sukses të glaukomës.